Këto janë truket më të thjeshta për pastrimin e atletëve të bardha. Mbajtja e atletëve të bardha është shumë e vështirë, sidomos edhe nëse jetoni në një ambient i cili ka shumë pluhur. Pra, është tendenca që ato të ndryshojnë me patjetër ngjyrën e tyre nëse nuk kujdeseni si duhet. Pastrimi me dorë në përgjithësi rekomandohet si opsioni më i sigurt, veçanërisht kur përdoren agjentë natyralë si soda e bukës dhe uthulla e mollës. Një nga metodat më të njohura është një pastë me sodë buke dhe ujë. Thjesht përzjeni këta përbërës dhe aplikoni në sipërfaqen e atletëve me një furçë, duke i fërkuar butësisht me lëvizje rrethore. Soda e bukës vepron si një gërryes e butë për hequr e papastërtive dhe gjithashtu aplikimi i atletëve në këtë përbërje dhe tharja e tyre natyral në diell mund të jetë një zgjidhje natyrale dhe efektive për të rikthyer ngjyrën e bardhë në atletët tuaja.